Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bëriti këtë të hënë në Tiranë, ku u prit me ceremoni zyrtare nga Presidenti i Republikës Bayram Begaj në ambientet e presidencës. Pas takimit, von der Leyen la një shënim zyrtar në librin e përshtypjeve, duke nënvizuar miqësinë dhe partneritetin mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Në një postim në rrjetet sociale, Presidenti Begaj njoftoi se biseda me kreun e Komisionit Evropian u përqendrua te procesi i integrimit evropian të Shqipërisë dhe bashkëpunimin me institucionet e BE-s. Shqipëria është e angazhuar për të përmbushur të gjitha reformat që kërkon rruga e anëtarësimit dhe mbetet plotësisht e linjëzuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, u shpreh Begaj. Ai gjithashtu shtoi se vendi ynë do të vijojë të kontribuojë në misionet evropiane për paqe dhe siguri, si shenjë e angazhimit të tij ndaj vlerave të BE-s. Pas takimit me presidentin, von der Leyen zhvilloi një takim me kryeministrin Edi Rama, ku diskutua për progresin e reformave dhe për hapat konkret në procesin e integrimit. Vizita e saj në Shqipëri zhvillohet në kuadër të forumit të investimeve BE Ballkani Perëndimor, që do të zgjasë 2 ditë dhe që mbledh në Tiranë liderët e rajonit për të forcuar integrimin ekonomik dhe politik në Bashkimin Evropian. Ky forum, i cili shihet si një hap i rëndësishëm drejt afrimit të Ballkanit Perëndimor me BE-n, pritet të sjellë angazhime të reja financiare dhe mbështetje konkrete për zhvillimin e qëndrueshëm në rajon.